Në fakt i zoti i shtëpis dhe organizatori gjithmoni ta kanë përshëndetje punit sepse bukën e da për tangën fundërun hisën e vet, por Gzim Botina me vllajën e tij dhe me djemtë e Xhanit na kanë respektu qysh se kena ardhur këtu dhe ju jena shumë mirënjohës. Ishte dashur me ba një kam 3 për ta për çka kanë bërë për ne sot, por po kënojmë një ata që kena kënu ma parë, djemtë e Xhanit Dukagjinit nga këngëtari Fran Kodra. Djemtë e Xhanit Dukagjinit, vani kulturës dhe i besimit. Një përshëndetje veçantë për gjithë vjedhnin e Xhanit kudo që ndodhen, por veçanërisht për Gzim Botinën që na mundësoj sot dhe këtë natë të bukur. Gzim Botina, jo vetëm sporteri i sopës Dukagjinit, por është sponsor i shumë eventeve. Të paqen Gzim Botina. Vjerë nga di për gjithë vjedhnin e Xhanit kudo që ndodhen e përdojnë. Faleminderit.